Çka mi thonë do personave që as nuk shkojnë me ba bajram me nanë dhe vlla, veç për do cikrimet vogla? Çka mi thonë? Allahi ju udhëzoft, mi thonë. Edhe me ba dua për ta. Me ba dua për ta. Edhe të njëjtin i nati mës me majt edhe ju si kur ata. E di që është vështirë, sepse sabri është i shoqëruar me një qëfar sikleti, prandaj edhe e ka shpërblimin e madh. Besimtari du të mi te i kalu, du të mi thot fjala popullore mi athuj kamën shejtanit. Me shku sidomos kur në pyetje nana. Hajde që vllau mund më konë me i vogël, ama nanën mës me shku me vizitu. Jo për cikrime, më konë për senet mëdhaja, nanën, la ilaha illallah. Në gjithësësi themi, Allahu ju udhëzoft ta njerëz. E ti në këtë rast që po pyet nëse e vlla ma i vogël ose mbotër e kështu me radhë, po mujte me shku që ti vllaut, që s'po vjen të vllavet ose të nana. Mja qel derën, mirë, që s'monë të spaku një mesazh ose një thirrje. Rëndësishme me bo një hap për para, edhe nësa je ka obligim aj me bo hapin e tillë, veç për bajram. Nuk po thonë që detyrimisht tash ti çdo herë me lëshu pe, edhe ata me gjetë si pik do të më thonë hajse këta lëshojnë pe edhe ata me ta shtu zullumin. Por bile për bajram, mja që një mesazh, ose mi shkel në derë, edhe me elon. Allah na përmirësoft.